Bëjmë kemi të nëncuar për korupcionin që kanë bërë, por besoj rrjetet sociale janë më të forta se ato televizione. Kur dalim protest, do të thotë që kemi bëjë një gocim të madh. Dhe i bëjë thirrje SPAK-ut që të verifikojnë gjitha pronat nga Dërmiu, në Palas, në Janë, në Ksamil, të cilat janë të lidhura ngushtë me disa oligarkë. Aleksandr Frangaj, Artan Tullaku, Alban Gjillari, Artan Goqi, Mihaela Kumbaro, banorët e pallatit. Banorët e pallatit që u dojnë janë mëshirë të fatit. Ndërsa Armand Lilo vazhdoni që ndërtimin e kullave në Tiranë. Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg!